Belinda Balluku depozituar në Kuvendin e Shqipërisë me datën 16/12/2025. Qënë kryetërës, më lejoni të falenderoj kolegët e mi në Këshillin e mandateve dhe imuniteteve për përgjegjësinë dhe seriozitetin që kemi patur në trajtimin e kësaj çështje. Kemi diskutuar sigurisht në lidhje me relacionin dhe pretendimet e palëve në këtë Këshill dhe në përfundim kemi arritur në këtë raport rekomandues që unë do t'ju prezantoj sot në dakordësi të plot me njëri tjetrin. Nderuar kolegë, sot që po diskutojmë këtë raport rekomandues, ka ndodhur një realitet i ri, pra jemi përpara një realiteti i ri juridik dhe institucional. Deputetja Belinda Balluku nuk ushtron më funksione ekzekutive si anëtare e Këshillit Ministrave, si pasojë e ndryshimeve në përbërjen e qeverisë në përputhje me nenet 95, 96, 98 dhe 102 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Për pasojë, masa e sigurimit personal e pezullimit nga detyra si anëtare e Këshillit Ministrave nuk prodhon më asnjë pasojë juridike reale, por në të njëjtën linjë arsyetimi, edhe narrativa mbi cilën prokuroria e posaçme ka ndërtuar kërkesën për aplikimin e masave më të rënda të sigurimit personal, si rreziku i prishjes provave, i aratisjes apo i kryesë një vepre tjetër penale, mbetet thellësisht hipotetike për sa kohë lidhet drejt për drejti me ushtrimin e funksioneve ekzekutive që deputetja në fjalë nuk i ushtron më. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se paraqitja e këtij raporti përpara Kuvendit është një procedurë thjesht formale. Përkundrazi, ajo përfaqëson një përgjegjësi të drejt për drejt kushtetuese të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, është një shprehje e respektit institucional ndaj drejtësisë, por mbi të gjitha është një detyrim ndaj qytetarëve shqiptarë që na kanë besuar përfaqësimin e tyre. Aq më tepër në një situatë kur kjo çështje, e cila në thelb duhet të mbetej një çështje e drejtësisë dhe vetëm e drejtësisë, është shndruar në mënyrë të padrejtë në një debat të mbingarkuar politikisht në sytë e opinionit publik. Në vend të një procesi të qetë dhe të rregullt ligjor, shpesh kemi parë përpjekje për ta zhvendosur këtë çështje në një gjykim publik, në një tribunal mediatik që bie ndesh me standardet e shtetit të drejtës dhe me parimin themelor të prezumimit të pafajësisë. Pikrisht për këtë arsye është e domosdoshme që ne, si shumicë parlamentare, të flasim qartë, të ndajmë politikën nga drejtësia, zhurmën nga faktet dhe gjykimin publik, nga procesi i rregullt ligjor. Të nderuar kolegë, kërkesa e prokurisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, në fakt, në rastin e deputetes Belinda Balluku, ndryshon nga kërkesat e tjera që kanë ardhur në Kuvendin e Shqipërisë për marrjen e autorizimit për arrestim apo heqje lirie, kontroll banese apo kontroll personal, sepse nuk është një kërkesë për caktimin e një mase sigurimi për herë të parë. Nuk jemi në këtë rast. Kuvendit në këtë rast i kërkohet të zëvendësojë